Fakti që Selina dhe Greta nuk e treguan menjëherë marrëdhënien e tyre nga jashtë solli debate në spektaklin e sotëm. Sipas Selinës, ajo po priste një sinjal nga Greta sepse mendonte që ajo kishte pakt me produksionin për të mos treguar njohjen e tyre nga jashtë. Ndërkohë Greta, kur u pyet se pse kishte zgjedhur të mos e tregonte marrëdhënien e tyre, u shpreh se ashtu i është dukur e arsyeshme për lojën e saj. Pjesë nga debati: Selin: kam thënë që Greta, pavarësisht që është banore, unë nuk bëj lojë me familjen time. Greta: a mund t'i pyes banorët për çfarë janë prekur kaq shumë? Lorna: keni mashtruar një Shqipëri të tërë kaq? Juela: për sa i përket situatës tënde Greta, është vetëm një lojë e juaja. Objektivi yt ka qenë për të dhënë info nga jashtë. Greta: unë kam ardhur këtu për veten time, për asnjë tjetër. Selin: kur e kam pyetur në dhomën e grimit nëse e di produksioni, më ka thënë po dhe unë kam menduar se është marrëveshje me produksionin në mënyrë që të mos preket loja e saj për atë që ka jashtë. Unë kam mbajtur qëndrimin tim dhe kam pritur sinjal nga ana e Gretës. Ledioni: a ka patur diskutim jashtë se çfarë qëndrimi? Selin: unë në fillim kur po bëja proceset e Bigut dhe Greta më tha, kam marrë një gjysmë ftesë dhe më erdhi shumë mirë. Kur më konfirmoi pastaj që do futet, i thash që të lutem tregoj produksionit për marrëdhënien tonë. Dhe më tha në muhabet e sipër që mund të bëjmë edhe sikur nuk njihemi dhe i thash, jo, unë nuk e bëj dot.